Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka bërë të ditur se territori i Maqedonisë së Veriut ndodhet në ndikimin e anticiklonit siberian, pra në ndikimin e presionit të lartë ajror dhe një masë ajri jashtëzakonisht të ftohtë që zbret drejt për drejt nga Siberia drejt pjesës së kontinentit evropian. Moti ishte jashtëzakonisht i ftohtë kudo në Ballkan gjatë mëngjesit të sotëm, të hënën më 12 janar 2026, territori i Ballkanit edhe i Maqedonisë ndodhet në ndikimin e anticiklonit siberian, i cili shkakton mot të ftohtë e të thatë, si dhe temperatura jashtëzakonisht të ulta të ajrit. Drejtoria thekson se në këto kushte mbizotron moti qëndrueshëm, i thatë dhe kryesisht me diell, por shumë i ftohtë, me paraqitje të vranësirave të pakta deri mesatare lokale, ku dhe her pas here fryen erë përforcuar nga drejtimi verior. Në Shkup dhe rrethin, mëngjesi i së martës, temperatura pritet të zbresë afërsisht deri në -10 gradë Celsius. DPHM informon se dhe dita e nesërme 13 janar do të jetë e ftohtë, kur temperaturat në disa pjesë të Maqedonisë edhe gjatë ditës do të mbeten nën zero, për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ulta që priten edhe në vazhdim. Sërish do të ketë paraqitje të akullit në rrugë si dhe ngrisa të forta në orët e mëngjesit. Drejtoria u bën apel drejtuesve të automjeteve të jenë maksimalisht të kujdesshëm gjatë drejtimit të automjeteve të tyre, veçanërisht nëse udhtojnë drejt kalimeve malore.